Në këtë edicion do të ndiqni. Vazhdojnë thirrjet për bojkotim të produkteve serbe në Kosovë. Shkolla Yllmërina shënon festën e shkollës. Kino hyrje hana me 2 premiera të reja në këtë fundjavë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Thirrjet për bojkotimin e produkteve serbe në Kosovë janë të vazhdueshme me qëllim që të promovohen sa më shumë produktet vendore dhe në të njëjtën kohë produktet serbe të largohen nga tregu kosovar. Mirë po pavarësisht thirrjeve, ndonëse disa konsumatorë me fanatizëm po bojkotojnë produktet serbe, por ka edhe nga ata të cilët shihen në markete duke bler produktet serbe. Thirrjet për bojkotim të produkteve serbe në Xhakov janë të vazhdueshme, duke pasur synimin e rritjes së mbështetjes për produktet vendore, të forcohet ekonomia e vendit, si dhe të largohen produktet serbe nga tregu kosovar. Organizata të shoqërisë civile, aktivistë të ndryshëm, qytetare prodhues vendor, në vazhdimsi apelojnë që konsumatorët të zgjedhin produktet të prodhuara në Kosovë dhe të bojkotojnë produktet që vijnë nga origjina serbe. Kauzë kryesore gjithë këtyre thirrjeve, padyshim që mbetet promovimi i prodhimit vendor, sepse duke zgjedhur produktet të prodhuara në Kosovë, qytetarët kontribuojnë drejt për drejt në zhvillimin e industrisë vendore, si dhe të rritjes së kapaciteteve prodhuese në vend. Mirë po, përpos atyre që tashmë vetë se i kanë bojkotuar prodhimet serbe, ka prej tyre që shihen në markete, duke bler produkte me origjinë nga shteti që ka kryer gjenocid mbi Republikën e Kosovës. Ndonse vetëdijësimi ndër vite është rritur dhe numri i importit të produkteve nga Serbia është ulur, kjo dëshmon se qytetarët po tentojnë t'i largojnë këto produkte nga përdorimi, drejt për drejt duke ndikuar në largimin e produkteve serbe nga tregu kosovar. Planet operative të vazhdueshme nga ana e zyrtarëve të komunikacionit për rritje të vetëdijes për të parkuar makinat vetëm në vendet të lejuara, ka ditë se duket se po merr formë të pjekurisë kolektive, por ka edhe ditë kur gjithçka kthehet në zero. Kjo pasi në një nga zonat më të frekuentuara në qytet, banorët janë ankuar për parkim të makinave nga persona që nuk jetojnë në atë zonë dhe të njëjtit po zën hapësirat për banorët e banesave kolektive që prej vitesh jetojnë aty. Banorët e kompleksit banësor të njohur si banesat kineze ka një hall. Ata ankohen se hapësirat të pakta të parkimit po zihen nga personat që nuk jetojnë në atë zonë, duke u pamundsuar banorëve që prej vitesh jetojnë aty të parkojnë automjetet e tyre. Ata thonë se shpesh detyrohen të kërkojnë vende të lira në zona më të largëta, pasi parkingjet pranë banesave të tyre janë të zëna. Sipas tyre, situata rëndohet edhe më shumë nga automjetet që nuk janë funksionale dhe qëndrojnë të parkuara për periudha të gjata, duke zënë hapësirat që mund të shfrytëzoheshin nga banorët aktual. Ata kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që kontrollet të jenë më të shpeshta dhe të ndërmerren masa konkrete, në mënyrë që hapësirat e parkimit të shfrytëzohen nga ata që jetojnë në këtë zonë. Ruajtja e hapësirave publike në zona të ndryshme në qytet shumë shpesh lë shumë për të dëshiruar. Në zonën e Rezinës, ekipi ynë ka regjistruar sot pamje as pak të mira të ndotjes së hapësirës publike nga disa goma, disa prej të cilave dje janë djegur, por një sasi tjetër vazhdon të jetë aty. Tymi që pas ditën e djeshme erdhi nga Rezina ishte për shkak të djegjes së këtyre gomave. Fati njëjtë me gjas se pret edhe këtë grumbullin tjetër që shihet pak metra më larg. Djegja mbeturinave në përgjithësi e gomave në veçanti shkakton dëme shumë të mëdha për mjedisin, njëherësh për njerëzit për shkak të ajrit të ndotur që thithet. Djegja këtyre gomave dje krijoi dëme të konsiderueshme në cilësinë e ajrit në një pjesë të konsiderueshëm të Xhakovës. Ende të padjegura janë edhe një sasi e madhe e gomave, që janë hedhur pak më larg nga vendi ku të tjerat u dogjën dje. Nga aty për televizionin u tha se duhet marrë masa të menjëhershme për të parandaluar veprime të tilla, sidomos tani kur qartë shihen se ka sasi tjetër ende të padjegur, që kjo sasi të eliminohet në mënyrë që të pamundsohet djegja atyre, rrjedhimisht të mos shkaktohen dëme në mjedis.
Gati 27.000 euro janë mbledhur për familjen e Blerin Vorfit nga Gjakova, por ende nuk janë të mjaftueshme mjetet për blerjen e një banese. Nismë kjo e cila ka nisur nga shkolla Zekria Rexha dhe po vazhdon nga vullnetmirët të shoqatës Bereqeti. Familja Vorfi prej kohësh jeton në kushte të vështira financiare, duke u ballafaquar çdo ditë me mjerimin. 2 javë më parë nisi aksioni për mbledhjen e mjeteve financiare për sigurimin e një banese të familjes Vorfi nga Gjakova, e cila prej vitësh jeton në një mirëqenie shumë të dobët ekonomike. Kjo nismë fillimisht nisi nga shkolla Zekria Rexha, ku aktualisht punon krye familjari Blerin Vorfi, për t'u adresuar pastaj te vullnetmirët e shoqatës Bereqeti. Abdurrahman Bejtullahu nga shoqata Bereqeti përmes telefonit i ka pohuar mëdjumit ton se deri më tani janë mbledhur 26.800 euro. Prej tyre 6.000 janë siguruar nga nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit e shkollës Zekria Rexha. 5.000 të tjera janë dhënë nga komuna e Gjakovës, 5.000 nga 2 mërgjimtar nga Zvicra dhe pjesa tjetër në shuma të ndryshme është siguruar nga vullnetmirët e shoqatës. Shuma mbledhur deri më tani nuk është e mjaftueshme për finalizimin e plot të projektit, prandaj kërkohet që kjo nismë të vazhdojë edhe për një kohë, deri në sigurimin e të gjitha mjeteve të nevojshme dhe kjo familje skamnore t'i kthehet jetesës në kushte më të mira dhe mirëqenia atyre sadopak të ketë një kthes pozitive. Kjo pasi në çdo ndihmë sado e vogël është një hap më afër realizimit të këtij qëllimi human. E përderisa vullnetmirët të plotësojnë vlerën e projektit, Blerimit bashkë me bashkëshorten dhe fëmijët të tij, 2 prej tyre me nevoja të veçanta, i duhet të jetojnë në peshën e rëndë të mjerimit që e shoqëron në secilën ditë të jetës së tij. Me një panajër dhe aktivitetet të shumta, nxënësit dhe mësimdhënësit të shkollës Yllmërina kanë shënuar sot festën e shkollës. Në shenjë nderimi për sakrificën e herojit Yllmërina, u risoll në kujtesë kontributi i herojit dhe krenaria që të gjithë kanë për emrin që mban shkolla ku punojnë e mësojnë. Shkolla Yllmërina në Gjakov sot ka shënuar 27 vjetorin e rënjes së herojit Yllmërina. Aktivitetet përkujtimore ka nisur me humazhe pranë bustit të herojit të kombit Yllmërina, ku familjar vendosën lule në shenjë nderimi. Pas humazheve, aktiviteti ka vazhduar në ambientet e shkollës me një program të organizuar nga nxënësit dhe stafi arsimor. Në këtë ceremoni morën pjesë edhe familjarët e herojit, të cilët kujtuan figurën dhe sakrificën e tij për lirinë e vendit. Nëna e herojit rikujtoi disa nga fjalët dhe kujtimet që ruan nga djali i saj, duke ndarë emocione me të pranishmit. Më ndjerë shëshin me shku në luft e mu një kuj këtë detyrë që ka pas një kuptu që është lufta dhe ke duhet me pra dhejt me luftu e me ditë shka nga vërë njëve mësë shumë. Kjo djali ka pas dëshirë dhe ka kuj këtë detyrë. Drejtoresha e shkollës foli për rëndësinë që ka kjo datë për institucionin që mban emrin e herojit. Kjo shkollë mban emrin me krenarit herojit të kombit Yllmërina, një emër që për ne nuk është vetëm simbol, por është përgjegjësi dhe frymëzim për të edukuar gjenerata të reja me dashuri për vendin, me guxim, me ndjenjë, përgjegjësie ndaj shoqërisë. Në këtë përvjetor ishte i pranishëm edhe drejtori i drejtorisë komunale të arsimit në Gjakov, Hysem Brahimaj, i cili tha se kjo ditë sjell emocione të veçanta për të, pasi heroi Yllmërina ka qenë edhe bashkëluftëtari i tij. E kisha bashkëluftëtar, në njëjtën kohë isha moshatar i tij. Emocionet janë të dyfishta sinqerisht, sepse unë jam gjallë yllin e poshtë. Yllin gjallë e mojmë ne, ju e mojmë. Ne si komunitet, ne si nxënës, ne si mësimdhënës. Jeta dhe vepra e yllit nuk u zënë të vdeskur. Çka kërkohet për ne, kërkohet angazhim, punë, edukat, disiplinë, në shaj respekti për yllin.
Fjalë rasti mbajti edhe nën kryetari i komunës së Gjakovës, Flamur Fetahaj. Kjo shkollë mban emrin e një figure të respektuar që simbolizon sakrificën, guximin dhe dashurinë për atë dheu. Prandaj, përveç një institucioni arsimor, kjo shkollë është edhe një vend ku ruhet kujtesa dhe kultivohet dashuria për vendin tonë. Urime për të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit për punën dhe për kushtimin që tregoni. Emocione dhe krenari për këtë ditë shprehu edhe vajza e herojit Yllmërina, e cila falenderoi shkollën dhe të gjithë të pranishmit për respektin dhe për kujdesin ndaj figurës së babait të saj. Ndihem shumë krenare, duke u nisë prej veprës dhe prej sakrificës që babi ka dhënë për lirinë e këtij vendit. Njëjtën kohë jam edhe krenare që shkolla mban emrin e tij, edhe që jeni ju, krenaria dhe ardhmja e këtij vendi që ta vazhdoni tutje tash rrugtimin e sukseseve. Pjesë e programit artistik ishte edhe kori i shkollës, i cili interpretoi disa këngë të veçanta për të pranishmit. Organizimi u përmbyll me vizita në panairin me punime të nxënësve dhe aktivitetet e tjera të organizuara në ambientet e shkollës. Kur vetëm edhe pak ditë na ndoi nga fillimi i pranverës në fshatin Bec, shfaqet një pamje e veçantë natyrore që e bën fshatin të duket i gjatë dhe plot freski. Livadët veç se kanë filluar të gjelbrojnë çdo ditë më shumë, ndërsa pemët frutore në probore kanë nisur lulëzimin që bashkë me ajrin e pastër dhe qetësinë e zonës krijojnë një atmosferë të këndshme për banorët dhe vizitorët. Me ardhjen e pranverës, fshati Bec i komunës së Gjakovës ka marrë ngjyra të gjelbra dhe pamje të veçantë natyrore. Pemë të ndryshme të lulëzuara dhe fushat e gjelbruara i japin këtij fshati një peizazh të bukur që bie në sy që në hyrje të tij. Beci njihet edhe për bashkëjetesën ndërmjet komuniteteve të besimeve të ndryshme, ku në këtë fshat jetojnë si besimtar musliman, ashtu edhe të krishterë. Në qendër të fshatit ndodhen si xhamia, ashtu edhe kisha, që simbolizojnë harmoninë dhe tolerancën ndërfetare mes banorëve. Përveç bukurisë natyrore, në këtë fshat funksionojnë edhe institucione të rëndësishme për komunitetin, si institucioni arsimor për fëmijët e zonës, ambulanca e mjekësisë familjare, si dhe zyra civile e kuvendit komunal, të cilat u ofrojnë shërbime banorëve të fshatit dhe zonave përreth. Ndërkohë, sipërfaqe të mëdha të tokave bujqësore vazhdojnë të mbillen me kultura të ndryshme drithërash, duke e bërë Becin një zonë të rëndësishme bujqësore në komunën e Gjakovës. Kori grave dhe vajzave Besa në Gjakov, i formuar në dhjetorin e vitit 2024, së fundmi ka hapur edhe një audicion për të inkuadruar vajza gratë të moshave të ndryshme, të cilat duan t'i bashkuan rrugëtimit artistik të korit. Drejtuesja dhe dirigentja e korit, Klodiana Hana, thotë se interesimi ka qenë i kënaqshëm, kjo pasi kori tashmë ka arritur të performojë suksesshëm dhe vetë se ka fituar audiencën, prandaj edhe angazhimi i anëtarëve të reja nuk është i vështirë. Në Gjakovë është mbajtur audicioni për pranimin e anëtarëve të reja në korin Besa. Përveç kandidatëve që morën pjesë në audicion, sipas drejtueses së korit, kishte edhe të tjera që shprehen interesim përmes kontakteve private, por që për arsye të ndryshme nuk mundën të marrën pjesë këtë herë. Megjithatë, pritet që në të ardhmen edhe ato t'i bashkohen korit, ndërsa për këtë proces ka folur drejtoresha dhe dirigentja e korit, Klodina Kryeziu Hana. Audicioni që është mbajt, arsyeja ka qenë për shkak të tërheqjes së disa anëtarëve të korit Besa, edhe janë liru vendet për pranimin e anëtarëve të reja, për këtë kom hap audicion që të paraqiten të gjitha ato vajza dhe gra që kanë pasion dhe dëshirojnë të këndojnë. Audicioni u organizua pas si disa nga anëtarët e mëparshëm janë tërhequr nga kori, duke lënë vende të lira për pranimin e anëtarëve të reja. Në audicion u paraqiten vajza dhe gra që kanë pasion për këndimin dhe dëshirojnë të jenë pjesë e këtij formacioni muzikor. Kori Besa dje ka pas audicionin për pranimin e anëtarëve të reja,
të cilat kanë pasion këndimin, po e kanë edhe talentin, edhe kemi pas një numër mjaft të konsiderueshëm të kandidateve që janë interesu për pjesëmarrje. Mirë po, ka pas edhe disa tjera që më kanë kontaktu privatisht, që po kemi dëshirë me ardhë, mirë po për momentin, për shkaqe të ndryshme, arsye të ndryshme, nuk munden me u bashkangjit, po në të ardhmen besoj që do të vinë edhe do të janë pjesë e korit. Tradita muzikore në Gjakov vazhdon të mbetet e gjallë, ndërsa kori Besa mbetet një hapësirë ku dashamirët e këndimit mund të bashkohen, të zhvillojnë talentin e tyre dhe të paraqiten edhe në aktivitete të ndryshme skenike. Gjakova si qytet gjithmonë ka pas tradit muzikën dhe këndimin, edhe këngëtar ka pas edhe do të ketë gjithmonë, besoj, shpresoj. Është i pritshëm numri i anëtarëve që dojnë me ardhë, me qenë pjesë e korit Besa, po ka edhe shumë persona që e kanë pasion këndimin edhe që aty mujnë me ardhë, me u knaqë, me kalu qastet bukra së bashku, edhe ndonjëherë kur kemi paraqitje skenike, pse jo. Në fund, Klodina Kryezi Uhana bëri thirrje që të gjitha vajzat dhe gratë që kanë pasion për këndim të paraqiten dhe të bëhen pjesë e korit Besa. Edhe kjo fundjavë do të jetë atraktive për filmdashësit e kinemas Hyri e Hana. 2 premiera të zgjedhura dhe disa filma të tjerë janë listuar në kalendarin e kinemas që të jenë në dispozicion të zgjedhjes për të gjithë adhuruesit e filmave. Kino Hyri e Hana në Gjakov, si çdo javë dhe kësaj radhe ka përgatitur një listë të gjerë të shfaqjes të filmave. Në orarin javor të kinos, këtë vikend do të jenë 2 premiera që do të shfaqen për të gjithë adhuruesit e filmave. Dita e premtë do të jetë dita më magjike e javës, duke sjellë për adhuruesit 2 premierat, Cold Storage ora 18 dhe Reminders of Him ora 20. Filmi Cold Storage është një horror komedi me elemente shkencore dhe fiktive, ku një kërpudhë rrezikshme parazitare del nga një depo dhe infeksionet e saj kërcënojnë njerëzit, ndërsa 2 punëtorë përpiqen ta ndalojnë përhapjen. Ndërkaq filmi Reminders of Him është një dramë romantike ku Kena, pas daljes nga burgu, përpiqet të rifitojë besimin e vajzës së saj dhe të përballet me të kaluarën, duke kërkuar falje dhe një shans të dytë në jetë. Dita e shtunë do të ketë po ashtu një listë të gjerë të rishfaqjes së filmave, ku dita fillon në orën 13 me filmin Hoppers, vazhdon në orën 16 me filmin The Bride, ora 18 filmi shqiptar Loja e fundit dhe ora 20:30 filmi Scream 7. Ndërkaq sa i përket ditës së diel, filmi i parë që do të shfaqet do të jetë Zootopia 2 në orën 13, filmi SpongeBob 4 ora 16, filmi Reminders of Him ora 18 dhe dita përmbyllet me filmin Loja e fundit në orën 20:30. 2 violinistë nga Gjakova, Vesa Doli e Arjan Zherka kanë performuar në Norvegji me ftesë të ambasadës së Kosovës në shtetin norvegjez. Në një lidhje virtuale, ata folën për eksperiencat e tyre duke shtuar se së shpejti Filharmonia e Kosovës krahas Norvegjisë po përgatitet të performojë edhe në Berlin. Në shënim të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, Ambasada e Republikës së Kosovës në Norvegji, në bashkëpunim me Filharmoninë e Kosovës, gjatë javës së shkuar kanë zhvilluar një mbrëmje koncertale, ku kanë debutuar ansambli muzikor Reverie Quartet. Pjesëmarrës në këtë kuartet kanë qenë edhe muzikantët nga Gjakova, violonçelisti Arjan Zherka e violistja Vesa Doli. Në një lidhje virtuale për mediumin ton, çelisti Zherka ndau detaje në lidhje me eventin. Eventi u konë në bashkëpunim me ambasadën e Kosovës në Norvegji, do të thonë i shënim 18 vjetorit të pavarësisë tonë. U konë i organizuar shumë mirë, kemi i dujt ato në një sallë shumë të mirë, edhe publiku u konë normal me artëtarësit tonë atje, me bashkëardhëtar, dhe ka qenë shumë event i mirë. Violistja Doli bëri të ditur se eventi ka zgjatë rreth 1 orë, duke treguar edhe repertuarin që kanë paraqitur. 1 orë, ka pas, mas parë jemi prezentu me himnet normal, Kosovës dhe të Norvegjisë, mandej kemi lujt një kohë të kuartetit të Mozartit, disonant kuartet,
që kemi qenë veç ne kuarteti, mandej disa pika me solo këngëtaren, me sopranën Besa Logici, të Kristo Kono, Pemi Ibrahimi, dhe Zadea e tjerë. Tutje violonçelisti Zherka ka njoftuar se krahas koncerteve që kanë zhvilluar deri më tash, në fund të muajit Filharmonia e Kosovës do të performoj edhe në Berlin. Kjo kom vetëm në vazhdim të ciklit koncerteve që i kemi buen këtë 18 vjetor Filharmonisë. Do të thonë, ma herët kemi qenë në Vjenë edhe Varshavë me Filharmoninë, që në fund të muajit kemi më shku edhe në Berlin. Kjo ku më konë një koncert shumë i veçantë pasi Filharmonia e unë për herë të parë prezantohet në Filharmonia e Berlinit. Tutje Zherka e Doli u shprehun shumë të kënaqur me organizimin e eventit, duke shpresuar që edhe koncertet e radhës të jenë të suksesshme. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndami të ndjekim edhe njerë titujt kryesor të këtij edicioni. Vazhdojnë thirrjet për bojkotim të produkteve serbe në Kosovë. Shkolla Yll Morina shënon festën e shkollës. Kino hyrje hana me 2 premiera të reja në këtë fundjavë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.